Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Aisha radiallahu anha. Ajo rrëfen për një praktik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke e përshkru atë praktik ose atë veprim kështu. Thot, kanë nëbiju sallallahu alaihi wasallam يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një kohë shpeshtonte të thënin në ruku edhe në sejdë. Pra në rukun edhe në sejdën e tij, subhanaka allahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Subhanak Allahumma rabbena wa bihamdik Allahumma gfirli. Që të shprehje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përsëriste shpesh edhe në ruku edhe në sejdë. Qëtu e citon Aisha çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në fund me dy fjalë të shkurtra e jep ajo vet një koment duke thonë yata'awwalul Kur'an, në këtë mënyrë e zbërthente në praktik Kur'anin. Qëtu përfundon transmetime. Rukuja dhe sejdëja, sigur se e dim, janë pjesë përbërëse të namazit, pa asnjënën prej tyne namazi nuk është i vlefshëm, ndërsa secila prej tyne i ka dhikret e veta, i ka fjalët të cilat thuhen. Ne i dim për shembull, Subhana Rabbiyal Azim që thuhet në ruku, Subhana Rabbiyal A'la që thuhet në sejdë, edhe këto janë të konfirmuar me transmetime të sakta, edhe është ndoshta praktika më e përhapur të gjithë muslimanët që falen në përgjithësi. Mirë po, ka edhe transmetime tjera, ka edhe dhikre tjera që kanë ardhur e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë edhe i ka praktikuar. Qoftë në ruku, qoftë në sejdë. Po ky transmetimi i Aishës radiallahu anha është i veçantë për shkak se ajo e bën një lidhje interesante në mes praktikës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe tregon se në këtë mënyrë pejgamberi alaihi salatu wasallam e aplikonte një udhëzim kuranor. Shprehja ose dhikri subhanak allahumma rabbana wa bihamdik. Subhanak, çka do të thonë? Subhanak do me thonë i gjveshun edhe i pastër edhe i lartësum për të gjitha tmetave jeti. O Allah, Zoti ynë, o bihamdik, këtë madhërim edhe këtë lavdërim e bojmë duke u bazu në falëndërimin tanë. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam e thot madhërimin edhe lartësimin e Allahut prej tmetave, pra tasbihin, dhe ja bashkangjet edhe hamdin, për me e pranu se çdo vepër të mirë që kushdo prej njerëzve që e bën në të vërtet duke u mundsu Allahu fuqiplot, e për këtë pastaj Allahu e meriton edhe një falënderim shtesë, edhe në fund shprehja Allahumma gfirli, Allahu im, Zoti im, më fal mua. Thot yata'awwalul Kur'an. Në këtë formë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e jetësonte edhe e praktikante edhe e zbërthente në praktik Kur'anin. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë se Kur'ani është plot me udhëzime edhe urdhresa që Allahu i madhruar të madhrohet. Allahu i lartësuar të madhrohet, të bëhet tasbih. Për shembull, janë disa sure në Kur'an, ka sure në Kur'an që fillon me sebbih. Madhroje, bënë të tasbih Zotin tanë. Sebbih isme rabbikal a'la. Madhroje emnin e Zotit tanë që është më i larti. Ka sure tjera që fillojnë me përshkrimin e atyre që e madhrojnë Allahun. Sebbeha lillahi, ose yusebbihu lillahi. Edhe ka ajete gjithashtu në cilat në mënyrë të prerë Allahu i madhruar i urdhëron besimtarët që ta bëjnë tasbih Allahun, pra ta shprehin madhrin e tij, duke e pranuar se Allahu nuk e ka asnjë tmet.
edhe qenja e tij, edhe cilësitë e tij, edhe emrat e tij janë të përsosur edhe pa tmeta edhe pa kurfar mangësie. Ndërsa ma konkretisht edhe ma drejt për drejt, të gjitha çto që pejgamberi Allahut i ka thonë në ruku edhe në sejdë, i kemi të kërkuara prej Allahut në një sure prej sureve të shkurtra të Kur'anit, ku Allahu i madhruar i thot pejgamberit vet, sureja Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dhe lartësoje, shprehe pastërtinë edhe përsosjen, edhe përkryrjen e Allahut fuqiplot dhe zhveshjen e tij nga çdo emet, duke e lavdëruar atë, wastaghfir, edhe kërko falje prej tij, innehu kana tawwaba, se ai me të vërtetë gjithmonë ka qenë, është dhe do të mbetet falës i madh i gjunaheve dhe pranues i madh i pendimeve. Kështu që te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në të gjithë hapat e jetës së tij, në të gjitha detajet e përkushtimit edhe të ibadetit të tij, e vrejmë modelin e përkrym, modelin e përsosur njerëzor për jetësimin e fjalëve, udhëzimeve dhe urdhrave të Allahut fuqiplot. Andaj këtë dhikr derisa e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është mirë ta mësojmë edhe ne, ta praktikojmë në rukut edhe në sejdët tona. Sigurisht ju shkon mendja me thonë e qysh anë vend subhana rabbiyal azim me e thonë, ose a me thonë në sejdën vend subhana rabbiyal a'la, jo, nuk është patjetër. Mund është me e thonë subhana rabbiyal azim, me e thonë sa herë dush, 3 herë, 5 herë, e pastaj mi e bashkanxhit edhe këta me thonë subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Gjithashtu edhe në sejdë mund është me e bot njëjtën gjë, e mi e bashkanxhit pastaj prap këtë dhikr, mi bashkanxhit edhe ndonjë dhikr tjetër, sidomos të e pas parasysh që në sejdë ka hapësirë edhe për lutje, edhe për parashtrim të kërkesave Allahut fuqiplot. Allah ju shpërbleft për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.